Moti keq me shi dhe dëbor, policia apel drejtuesve të mjeteve, tregoni kujdes gjatë qarkullimit. Policia e shtetit nisur nga moti keq që ka përfshirë vendin tonë ditë të fundit, ka apeluar drejtuesit automjeteve të tregojnë kujdesshëm gjatë qarkullimit. Policia ka bërë thirrje drejtuesve të automjeteve në zonat malore që të kenë me vete zinxhir dhe të përdorin goma dimërore. Shërbimet e policisë po koordinojnë me firmat kontraktore të mirëmbajtjes rrugëve në të gjitha zonat ku ka prezencë të breshërit dhe dëborës me qëllim pastrimi në kohë të rrugëve, theksohet në njoftimin e policisë. Njoftimi policisë apel për më shumë kujdes në rrugë për shkak të motit të keq, me rreshje shiu, breshëri dhe dëbore. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, policia e shtetit apelon që drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve të tregojnë më shumë kujdes gjatë qarkullimit. Në zonat malore, drejtuesit e automjeteve të kenë me vete mjetet antirrëshqitëse dhe të përdorin goma dimërore. Shërbimet e policisë po koordinojnë me firmat kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve në të gjitha zonat ku ka prezencë të breshërit dhe dëborës me qëllim pastrimi në kohë të rrugëve. Moderoni shpejtësinë, mos kryeni parakalime të gabuara, mos përdorni celularin gjatë drejtimit të mjetit, mos drejtoni automjetin në efektin e alkoolit, të ndiqni udhëzimet e shërbimeve policore dhe për çdo nevojë telefononi në numrin e policisë.